Teksa opinionin publik e ka lënë në pritje për një përgjigje ndaj letrës që i dërgoi sot Albin Kurti, ku e ftonte që të qeverisnin së bashku në një koalicion midis lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lumir Abdigjiku është lajmëruar gjatë pasdites nga Ferizaj, aty ku po shënohet 35 vjetori i degës së kësaj partie. Derisa të gjithë po presin përgjigjen e tij për ftesën e Kurtit për koalicionin, Abdigjiku ka shkruar se sonde ndodhet në Ferizaj dhe ka uruar themeluesit e kontribuesit e kësaj dege të LDK-s. Sonde në Ferizaj, mes kryetarëve e anëtarëve të nënt degëve në shënimin e 35 vjetorit të themelimit të degës tonë. Kënaqësi e madhe, takimi i ngrohtë me ata që japin LDK-s angazhimin e pandalshëm. Rrugëtimi vazhdon. Urime të gjithë themeluesve e kontribuesve në këto 3 dekada e gjysmë histori. E teksa kryetari Abdigjiku feston në Ferizaj, një nga nënkryetaret e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Gazmet Muhaxheri, ka thënë në pressing se nesër do të mblidhet kryesia e LDK-s për të marrë një vendim edhe mbi letrën që Kurti i drejtoi sot atyre. Ai tha se megjase edhe merret një vendim për letrën që kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti i dërgoi Abdigjiku ku i kërkonte koalicion së bashku. Besoj që nesër mblidhet kryesia e LDK-s, kryetari konsultohet me kryesin, kryetarët e degëve dhe më pas me siguri e merr një vendim meritor. Mua më përngjajke letra, sikur i drejtoi profes nderuar Isa Mustafës. Atëherë ishte një shpresë që mund të bëjë diçka e të mësonin diçka prej nesh këta, por gjatë qeverisjes 51 ditëshe që u pa që këta nuk e kanë mirë me qeverisë për interesat të vendit, por me interesat të veta, ka thënë Muhaxheri. Një përgjigje për Kurtin ka ardhur edhe nga nënkryetari tjetër i LDK-s Lutfi Aziri, i cili ka thënë se kjo parti nuk do të vonohet dhe do ta jap një përgjigje sa i përket letrës së fundit të kryetarit të VV-s. Ai tha se kjo letër është rrethane e re politike në Kosovë. LDK-ja ka filluar konsultimet për koalicion vendos vetëm Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s, nuk ka ndryshim në qendrim. Abdigjiku si kryetari i LDK-s e ka mandatin e plotë të përfaqësimit të LDK-s dhe çdo lloj formati të përfaqësojë LDK-n për qëllime politike, me kohë do të përgjigjet, tha ai. Më tej, Lutfi Aziri shtoi, sonde LDK duhet me qenë e gatshme të reagojë mençur si çdo herë, ne as nuk ngutemi, as nuk vonohemi, e kemi trajtuar me seriozitet, as nuk vonohemi, ju siguroj që sonde LDK-ja nuk vonohet. Po ashtu Aziri tha se letra e Kurtit ka dashuri dhe urrejtje përkundrejt LDK-s. Ai ka mujt me kalu pa e përmend, pa i nënvizu episodet e caktuara. LDK ka hyrë në koalicione, ne kemi bashkëpunu me të gjithë dhe të gjithë kanë punu me ne. Për dallim prej nesh të gjithë kërkojnë me bashkëpunu me ne. Të gjithë që kanë pas përvojë bashkëpunimi, kërkojnë prap. Ne si duket e kemi për rol politik me shkaktu procese, tha Aziri. Më vonë ai komentoi edhe gjuhën liçuese që ka përdorur Kurti gjatë fushatës, ku i quajti edhe hajvana partitë politike të opozitës. Gjua ka qenë e ashpër, fushata ka qenë shumë negative, është cilësu dhe targetu edhe lideri edhe subjekti politik. Ne jemi kujdes, kemi qenë super pozitiv, nuk kemi përdorur një gjuhë të tillë. Jemi në një situatë ku nuk shtyhet shumë lehtë krejt kjo që është kriju. Ndërkohë, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Agim Bahtiri deklaroi se një marrëveshje e mundshme midis LVV-s dhe LDK-s nuk është kompromisi i dobësisë, por një marrëveshje e mençurisë. Është një akt përgjegjësie për të ndërtuar institucione të forta dhe për t'i dhënë fund gërçit politik, shpreh ai në një postim në Facebook. Sipas Bahtirit, sot më shumë se kur duhet vendosur interesi i qytetarit mbi çdo interes partijak. Republika e Kosovës nuk e ka luksin të rrotullohet në një cikël të pafundëm zgjedhjesh. Ne kemi procese të papërfunduara, na presin negociatat me Serbinë, sfida jetike përpara dhe një moment historik që kërkon leadership dhe bashkëpunim. Një marrëveshje e mundshme LVV-LDK nuk është kompromis i dobësisë, por një marrëveshje e mençurisë, një akt përgjegjësie për të ndërtuar institucione të forta dhe për t'i dhënë fund gërçit politik. Sot më shumë se kur duhet vendosur interesi i qytetarit mbi çdo interes partijak, sepse pa unitet politik nuk ka pavarësi reale, sepse pa stabilitet nuk ka zhvillim. Populli ka folur me votë, tash duhet të flasë udhëheqësia me guxim, sepse nuk mund të lejojmë që të ardhmen ta mbajë penge e kaluara. Kosova nuk është pronë e askujt, por amanet i gjeneratave që sakrifikuan dhe e atyre që do të vinë, shpreh Bahtiri.